Ndryshimet u bëm, por ata nuk I lajmëroi askush. Me nënshkrim të ministrit në detyrë, Arben Vitia, të diplomuarit në farmaci, mund të specializohen në biokimi klinike, duke I vendosur ata në përsi profesionale mbi të diplomuarit në mjeksi, ani pse këta të fundit kanë kryer më shumë provime dhe një vetë më tepër studime. Këto ndryshime në udhëzimin administrativ I kundërshtojnë biokimistët klinik. Sipas nënkryetarit të shoqatës së biokimistëve klinik të Kosovës, Shemse Veselit, Ministria e Shëndetësisë në asnjë rast nuk është konsultuar me ta, sa herë që janë bërë ndryshime kriterësh për biokimi klinike. Është përkeqësardhë, domethënë se kur Ministria e Shëndetësisë për çfarë të udhëzimi administrativ që ka të bëjë sidomos me kriteret sa I përket biokimisë klinike, nuk është konsultuar kurrë me biokimin, domethënë as katedrën e biokimisë klinike, as me domethënë klinikën e biokimisë klinike, fakultetin e mjekësisë, as me shoqatën që fakt është më e thirrur se I përmbledh gjithë Kosovën, domethënë profesionistët e biokimisë. Dhe edhe kësaj radhe domethënë absolutisht, por ne kemi marrë informacione se është një grup punues I formuar I cili fakt po punon në udhëzimin e ri administrativ, domethënë për shkollimin specialistik. Sipas Veselit, kundërshtimi I tyre lidhet me kritere të cilat thotë se farmacistët nuk I plotësojnë për të specializuar në biokimi klinike. Na nuk jemi këtu diskutimi kundër farmacistave. Këtu është çështja domethënë për kriteret e dhënies të specializimit për biokimi klinike, që në këtë rast domethënë thjesht është bërë një shkelje flagrante si nga aspekti shkollimit, domethënë në aspektin domethënë arsimor. Farmacistat I kanë 5 vjet, domethënë shkollimit që nën kupton I kanë 300 kredi dhe në anën tjetër nuk kanë asnjë lëndë klinike. Dhe ndërsa mjekët I kanë domethënë 6 vjet, që nën kupton 360 kredi dhe mësojnë anën klinike. Krejt këtë situatë ai e cilëson që ka ndodhur për motive politike në prag zgjedhjesh. Jam masiv bindur që kjo është domethënë klientelizëm në këtë rast, për arsye se nuk ka logjik, sidomos është e dhimbshme kur ministri është mjek dhe I cili lejon më bën një degradim të tillë që do të ketë pasoja shumë të mëdha në aspektin edhe cilësisë në raport me pacientin, po edhe demotivim fakt edhe I mjekëve që janë profesionista në drejtim që me bëni një barazim të tyre, po aq më keq degradim shumë I madh dhe demotivim I kuadrave të reja që janë në specializim. Dhe kemi raste, po flas nga aspekti praktik I imi, edhe si shoqat, por edhe si mjek I biokimisë klinike specialist jemi asaj lamie, që kur ka ardhur puna me bën një interpretim, normalisht si nga farmacisti kemi dëgju, unë nuk jam mjek, s'di me bë interpretimin. Çka domethënë kjo t'jap me kuptu thjesht se ata janë të thirrur kryesisht për farmakoterapi, për menaxhimin e barnave. Dhe kur të ndalesh edhe të mendosh që Kosovës I mungon jashtëzakonisht shumë, për shembull toksikologjia klinike apo edhe farmacia klinike, vend që me hap perspektiva atyre në kuptimin asaj që të merr thjesht këto specializime, shkon edhe futet kuptimin vetëm për me marrë ndonjë votë, me sigurinë këtë rast se normalisht si farmacista ka numër relativisht goxha të madh edhe në Kosovë dhe duke pas parasysh që janë shumë të organizuar, po edhe materialisht qëndrojnë shumë mirë, normalisht që lobimin kur të bëjnë, domethënë thjesht mund të bëjnë lobim. Dhe unë mendoj që këtu ka qenë edhe esenca. Specialisti I biokimisë klinike po ashtu pretendon se biokimia klinike nuk është përfshirë fare gjatë hartimit të draftit të udhëzimit administrativ. Ndonse në udhëzimin final e njëjta figuron. Kur është bërë, domethënë projekt thjesht drafti I këtij udhëzimi administrativ, askush nuk na ka thirrë me kon në grup punues, as nuk na ka thirrë domethënë që t'japet një mendim, se e kanë ditë se mendimin na ja kam I çu paraprakisht draftin, domethënë që kur është lëshuar në diskutim publik nuk ekziston biokimia klinike. Ndërsa normalisht te mjeku ekziston, çka ekziston, domethënë se është biokimia klinike, se është pjesë profesionale e saj. Dhe këtu bëhet edhe një falsifikim andaj, një mashtrim fakt, se në diskutim publik është dalë pa këtë, domethënë farmacistat që ta kanë magjistrat e farmacisë ta kenë biokimin klinike. Dhe ky ndryshim është bërë në kabinetin e ministrit, fatkeqësisht. Dhe është nënshkruar nga ministri që domethënë dihet arsye. Veseli ngri dyshime edhe për ndikime politike në përfshirjen e farmacistëve në këtë specializëm. Që kam argumente shumë
domethënë të fuqishme, ka kandidat për deputet që në farmacistat e farmacisë klinike këtë rast nga subjekti politik vetëvendosje, kuptimin që jep me kuptu lobimi. Aq më shumë që kjo është bërë edhe nga oda e farmacistëve që është dhimbshme, kuptimin asaj, aq më shumë domethënë thjesht për me bë degradim tek tillë, domethënë për çka? Për një synim domethënë thjesht të nivote. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ky ndryshim është bazuar në modelet e vendeve të rajonit, derisa nënkryetari potencon që shumicën e rasteve shembujt merren nga Serbia. Fatkeqësisht, për përvojës që kam deri tash, që është shumë e dhimbshme, merret shembull sidomos Serbinë marrin shumë, dhe ndodh që kanë herë marrin edhe Sloveninë dhe Kroacinë nga pak, por kryesisht Serbia, por megjithatë edhe nëse thirrën ato, domethënë dallimi është krucial edhe këtu për arsye se ata që e kryejnë quhen biokimist mjekësor, jo klinik, se për të quajtur klinik duhet të ketë studimet bazike fakultetin e mjekësisë. Dhe që është domethënë kryesore, domethënë thjesht këta i ngatrojnë të gjëra për arsye se ose dojnë mi kuptu, ose mi kuptojnë, o e kanë qëllimin, domethënë këto janë 3 gjëra që janë kryesore. Prandaj, domethënë, ky gabim, ky degradim i këtij procesi është permisuar në vitin 2014 nga ministri Agani, i cili fakt e ka nxjerrë udhëzimin administrativ dhe po ashtu edhe në fakultet edhe me ligjin për shëndetësi, kur është bërë domethënë është hjek domethënë kuptimin asaj që në mënyrë decisive domethënë kryesisht domethënë llogaritet që mjek duhet të jenë ata që domethënë thjesht do ta marrin specializimin e biokimisë klinike.